Kërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, tre lloj të njerëzve nuk hinë xhennet. Tre lloj të njerëzve nuk hinë xhennet. Kush janë ata? Njëri prej atyre që e thot, e shef haramin në shtëpi dhe pohon se ndalon. Ta unë vallahi televizorin e kam bleja mo, këtë halal. Ha? Këtë halal, s'ka atë unë. Po mirë me vëlla ti ku dis, ti sot po dis, gjem të tu, haram a halal. Ka dalin haram. Te ti kur shkoj, ketë në kodin dan. Ti e sebeb që ja ke prun shpi. Ti e sebeb që ja ke mundcu haramin. Pra leo të ndërshëm, dohet me pas kujdes se në sinin ton, shumë sende janë bo normale, ato s'janë normale. Pa ata me ndalun nga e keqa, ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dorë. E nëse s'mun me gjumë, nëse s'mun me zemër, ama mos me qëndru ati. Kjo është me zemër, kjo është imani ma i dopt. Ha? Imani ma i dopt të janë? Me zemër e urrin, s'rrin ati. Ti në kafe kam për mi kom, muzika në qil, alkoholin në raf, edhe elhamdulillah mujahid. Mashallah la kuate illa billah, po të borë mi mësish. Leo të ndërshë, pajtimi me haramin dhe gjunojn e dëmton shpirtin, e rënon islamin gradualisht. Njëri nërë mu anku dhe tha, kam problem o gjavenim. Qarë problemi tham, ka një dishime në Zotin. Audhu billah. Ska mundësi t'hin për një ditë. Ska mundësi për një ditë. Rahmeti Allahu tash i madh. Allahu nuk e devijon një njeri për një ditë, as nuk e zbulon. Ka histori. A përpara që shishte, do gjënë këta ditë e transmetoni ma muslimi. Njani sa u pat martu në kone për nga merit Allahut, lufta e Khandekit dul luft. Dhe ndimon të për nga merin Allahut me ngri Khandek. Dhe në kone mes ditës kur pushonin, mirë të leje që të shkoj të nusja vetës. Dhe për nga meri Allahut e lejon. Një ditë për i ditëve, o nis me shku, tha për nga meri Allahut bera armën. Tha se Beni Korejda, fisi që i futve janë të radhtar, po tut nëse po të radhtoj dhe po të mbysë. Dhe këthejet ki për Khandekit, kur e gjenë nusën e vetë të dera, dhe e merë ki armën të mbysë e nusën, bi gjelozis, dhe e me dalë të dera pa leje, ashe e mundur, që shka mundësia jo me dalë kështu vetë, ta o filan dalu, mos dito, hinë mërejna qka ka këshirë, e pastaj dhe pro qka dush. Ama e di kur, zamanin kur kishin musliman gjelozi, i noti, ha? Që Aisha thonë të e dini pëse që mon gratë nuk e kanë farz me falë, mos dali për shpijesh me shërë. Tha mu konë që i kerat e tona sot mi po, ta ja kishin bo dhe për shvakt namazin farz dhe grave në qami me arë. Ato po dalin të po dalin. Pa atyre farz nuk ju ka bo me nejnë shpi. Wa karë në fi bujutikun. Tha na të kalë mu në shpia. Ti nuk kalë për shpi me pas shka me bo. Ama normal, se kejtë pun po t'i krinë që drekosh. Buri loj enë, buri fshin, buri hanë restoran, buri në telefon ushqimin të shpia, buri në dropa në pesat fmive. Ju e dini këta, ke nuk ka një që rasin që me dhamë, ha? Ajo shka të boja? Ajo? Ato e mojtën? Renin e popullit, renin e tregut. Cëli fistan ka dalë ma i ri, cëla moda është ma e re, qëfar duhet mu vesh këtë darsën, cëli në restoran duhet me prezentu, edhe kështu me radhë. E kjo gruën kone pejgamberit Allahu tha këshirë, hinë mrejna. E pastaj, dhe pro qka të duash. Kur hini ki sahabiu, e po një qarë për në të madhë, të mbëshqelt në shtratin e gruës e ti.
Një gjarpët madhë. E kur e po e arsjetoj gruam se ka dal, gjarpën ishte shkak që e dul, dhe e mur shigjetën të mbise gjarpënin, e qëllon gjarpënin. Transmetuesi thot se di cëli për para ka dhek, a gjarpëni a sahabiu. Do dit janë bytë, për qenë se ka qenë gjarpi shpijës, thojnë plec, ka qenë gjinë, ka qenë e gjine, ka qenë prej gjinëve. Pa atë pejgamberi Allahu që ka thonë, kur da shifni dhe një gjarpë në shpish ka i thuni, Bismillah, dil në emën të Allahu 3 herë. Nëse nuk del, mbit, ose mbit fillim, se ka mundësi me gjenë pej gjinëve. Ato shëndrohen gjarpën dhe në mi. Shëndrohen gjarpën dhe mi. Pa ata në kone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kishte gjelozi. Sa'd ibn Ubadah e pit pejgamberi Allahut, ja Sa'd, çka mendon ti me pa gryën tone luna zot me një burr tuaj? Ta kishta mi të ditë se kishna pas der. Ta pejgamberi Allahut, a be shifni Sa'di sa është gjelos? Ta unë jam më gjelos se Sa'di. Allahu është më gjelos se në të ditë. Nga cilësitë e Allahut a gjelosia.